Kriza ekonomike që ka prekur shtetin helen dhe perspektiva e zynë për të ardhmen ka detyruar mijëra emigrantë të kthehen në Shqipëri. Sipas zyrës rajonale të punësimit në Vlorë, vihet re një rritje e numrit të emigrantëve që i drejtohen kësaj zyre për të kërkuar një vend pune ose për të marrë një orientim për kurse profesionale, të cilat do t'i shërbejnë për t'u integruar në jetën e vendit. Shifrat janë në rritje, po jo të gjithë emigrantët rikthyer paraqiten në sportelin tonë të migracionit për të marrë shërbimet që i ofrojmë neve. Kemi pasur një numër të konsiderueshëm emigrantësh të rikthyer gjatë kësaj periudhe, po përgjithsisht kemi, domethënë gjatë gjithë vitit kemi emigrantë që janë rikthyer kryesisht nga shteti grek për shkak të krizës dhe papunësisë. Kryesisht shërbimet tona janë shërbime informuese, referuese. Sipas një raporti të fundit nga Qendra Shqiptare për Konkurrim dhe Tregtinë Ndërkombëtare, 22% e emigrantëve shqiptarë që punojnë dhe jetojnë në Greqi janë kthyer në Shqipëri. Pritet që vala e emigrantëve të kthyer të ushtrojë presion të fortë mbi sistemin shëndetësor dhe arsimor.